Lagja 24 Maj prej vitesh ndodhet në të njëjtin realitet, atë do një bloku banimi pa kushte bazike për jetesë. Rruga e amortizuar që përshkon lagjen mes për mes është kthyer në problemin kryesor të banorëve të zonës, të cilët tregojnë se çdo ditë i duhet të kalojnë në segmentin gjithë gropa. Banorët thonë se nuk gjejnë qetësi pasi në behar i mbyt pluhuri, ndërsa në dimër balta. Një problem tjetër për ta është edhe mungesa e ndriçimit rrugor. Ndriçimi mungon duke zhytur gjatë natës bllokun e banimit tek ish stacioni i trenit të Mallrave, në errësirë totale me banorët që nuk guxojnë të dalin nga banesa në mbrëmje. Ata që prej vitesh jetojnë në këtë blok banimi kërkojnë zgjidhje të problemeve, ndërsa thonë se janë lodhur nga premtimet e shumta që nuk përmbushen asnjëherë. Çfarë bëhet kjo nëna? E shqyë makinën me bidona, ja bidona të jeshil jam plot me ujë. Çfarë bëjmë? Edhe rruga. Dhe rruga bi. Hidrovorit punoj. Se ato taksat i duan këta, po. Këte kam bush vetun. Kosha nuk ka. Kosha nuk ka, i shpjete ushqimorja nëna. E çfarë zgjidhet? Çfarë zgjidhet? Ja thuaj ti çfarë zgjidhet. Po e harruar, nga tërë krat, jo nga bashkia, po nga tërë krat. Çfarë bëjmë? Nuk e kështu ka qenë, si që e shek ka qenë. Pse do të shpatës, ka probleme pa herë. Uji vjen me rarë, herë vjen, herë s'vjen. Rruga ja që shikoni. Po në dimër, po të punoj hidrovori nuk mbete. Po të mos punoj hidrovori, të tërëmisht do mbeten. Investime më duhen, po, kur të kujtojë qëtet. Jo e harruar, po, fare e harruar. Kjete kazani me turinave. Uj, po, me zira vjen. Kam 25 vite. Qasin që është bërë, po rrugë themi sa e asë gjë. Ja, si është cop-copas. Gjane i paguem tra me gjërë brime, me taksa, me gjithë gjë. Ta një vre, po, ndimër, ka qenë për pare 4-5 vite që është që unë bëtu nga ujë. Se do mos mrapa kanali atje që kemi një mrapa është pa pastruar fare, vetëm një u pastruar. Tëra taksat, do gjetë kishen. Kemi kë kanal, kemi mrapa shtëpisa ndej, ai është pa pastruar fare, për të zezë. Vetëm një fare që është pastruar, asnjëherë tjetër më. Vetëm një herë më mend. Lagje qyteti jemi ne për gjoja kot. Në lagje qyteti kot asnjë gjëja. Paguajmë taksa gjithë brime, paguajmë çdo gjë. Ti gjëra sa do bëj ku dim ne, s'e dim. Në shumë lagje periferike të qytetit të Vlorës prej vitesh mungojnë investimet. Infrastruktura e munguar rrugore, mungesa e ndriçimit rrugor jo funksional, janë disa nga problemet që shqetësojnë më tepër banorët. Periferia e qytetit ndryshon shumë nga qendra apo zona bregdetare, në të cilat është investuar.